Në një kohë kur papunësia vjen të mbetet një sfidë për të rinjt në Shqipëri, gjithnjë më shumë të rinj po i kthejnë zanateve si një alternativë konkrete dhe ndershme për të ndërtuar të ardhmen e tyre. Nga punëtorët e ndërtimit dhe deri tek rrobaqepësit, nga ata që punojnë me dru dhe deri tek riparuesit e makinave, zanatet po rifitojnë terren si një formë vetpunësimi dhe pavarësie ekonomike. Në lidhje me këtë temë, qytetarët e Vlorës shprehen për Blu Televizion. Të rinjt ishin një më të përqendruar tek zanatet apo për të përfunduar një shkollë? Shkolla, më shumë ose pavarësia e punës. Po ju vetë si mendoni, kush është më... Po kjo është pavarësia, se sa në shtetë të ishe pavarur, të ishe me fort. Po, ja blen. është domosdoshme, një zanat s'te lë pa bukë. Kam qenë mësues gjimnazi, kam dhënë gjuhë letër si Shqipe, kam marrë universitet në Tiranës në atë kohë. Zanati sot është një mundësi për të ndërtuar familjen dhe për të punuar. Unë shikoj këto serviset e makinave që kanë plot punë, janë gjithë ato, dhe vazhdojnë akoma për shumë, do veç atë do prezë 3-4 ditë virada për të bërë. Janë shumë dozë, qoftë berber, qoftë hidrauliku, qoftë mekaniku, qoftë elektroaut, e tjerë, apo elektricisti, e tjera. Pra ja vlen për të rinjt sot që të merren me zanat. Ja vlen shumë fare, sepse një pjesë e madhe, sidomos çuna sot, u ka humbur dëshira për të vazhduar shkollën, dhe për të mësuar. Vajzat janë më a priori, janë më parësore në këtë drejtim. Unë them që shkolla është kryesore. Unë kështu e mendoj, pastaj një mungesë të shkollës, edhe shkollën nuk e marrin gjithë. Një pjesë e vogël e marrin. Patjetër te zanati, se s'ke ku vete. Zanati është bazë. Edhe shkolla ka të bëjë, po dhe zanati. Janë dy atë lidhura, janë reciproke. Sot të rinjt nuk preferojnë zanatin. Pse? Preferojnë gjëra që të marrin fitimin sa më shpejt. Të bëhen të pasur sa më shpejt. Për shembull, të joshen sa më shpejt. janë më të fokusuar tek shkolla? Edhe te shkolla, jo. Po ja vlen për ne të rinjt të merren me zanat. Patjetër që ja vlen të merren me zanat, të përkushtoheni shumë. Gjyshja ime thoshte, zanati nuk të lë pa bukë. Edhe në atë moment që jam rritur unë, ishte pak e vështirë arsimimi, se i meri me të zgjedhur. Kështu që detyrimisht, zanat më thosh mua, edhe unë e mora zanatin e si undava, po ai zanat më çoi në dritë, deri sot i kam dalë në pension. Zanatet i gjithë fitim prurës janë, që i thonë zanat, profesion. Shkolla të ke zanat, një kam besën ti në qupë që i themë sot, që të kesh, se pos pate shkolli i themë sot. Ekspertët tonë se arsimi profesional dhe politikat lokale janë çelësi për të thyer zanatet në një rrugë të qëndrueshme punësimi. Ato mund të ndihmojnë të rinjt jo vetëm të mësojnë, por të hapin biznese të vogla, duke ndërtuar të ardhmen në vendin e tyre, pa qenë të detyruar të emigrojnë. Në një shoqëri që shpesh në vlerëson punën e dorës dhe vlerëson më shumë titull universitar, zërat tregojnë se dinjiteti qëndron në mundin e ndershëm, jo në prestigj informal. Zanatet për shumë prej tyre janë më shumë se një zgjidhje, janë një rrugë për të jetuar me integritet.